Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovorët, lumejnë nuk kthehen në shtrat me protesta, si ato që s'kan lidhje fare me arsyen pse përmbyten shtëpitë e ndërtuara në territore shumë vulnerabël. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Rreshet intensive të shiut deri më tani kanë përmbytur 13.211 hektar tokë bujqësore dhe 1.587 banesa në të gjithë vendin. Bilanci u bë me dije nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile, nga ku garantoi çdo person të prekur se do të marrë dëmshpërblim. Unë erdhëm në qeveri në malin e borxheve që na lanë trashëgim aleatët e shiut, ishte edhe një pjesë e tërë borxhesh nga përmbytjet e zonës së Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit, kështu që sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Shefi i qeverisë tha se deri më tani janë evakuar 339 persona nga 51 familje. Përballë ministrave, numri 1 i qeverisë ju përgjigjet akuzave të opozitës, duke thënë se të gjithë hidrovorët kanë qenë në punë. Akuzave zgjodhi të përgjigjet edhe me shifra, duke thënë se vetëm vitin e kaluar janë investuar 25 milion euro në infrastrukturën e kullimit dhe këtë vit vetëm nga bashkitë është parashikuar një investim për 11 milion eurosh, 8% më shumë se vjet. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasirat konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe erëson përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Ne kemi një proces mirëmbajtje të infrastrukturës së kullimit, ku përveç remontit të plot të 27 hidrovoreve gjatë sezonit verës, largohen çdo vit rreth 2.5 milion metër kub lumra dhe mbetje nga kanalet kryesor Kullus, në një gjatësi rreth 300 kilometra. Po për të dhënë një ide më të plot të transformimit bërë në këtë drejtim, duhet të informojmë se investimet për afro 250 milion eurosh në dekadën e fundit kanë rindërtuar 536 kanale ujitse dhe kullimi që ishin faktikisht thuajse të stërpërgjysmuara në efikasitetin e tyre, kanë përforcuar masivisht argjinaturat që binin nga të katër anët në furtunën më të parë, kanë futur në punë 12 hidrovorë që kishin rreshtur spunuari prej vitesh, kanë rritur sigurinë e 44 digave më të kërcënuara, kanë shtuar ndjeshëm kapacitetet e flotës së eskavatorëve edhe në nivelin vendor. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri me dije se vlera totale për situatën e përmbytjeve në vend është mbi 50 milion euro. Në total, nëse do të bënim një vlerësim të fondeve që kemi në dispozicion, vlera shkon mbi 50 milion euro që janë të disponueshme për situatën e krijuar aktualisht. Ministri i Brendshme Albano Koqiu tha se për shkak të situatës me përmbytjet në vend janë angazhuar në terren 5500 forcat policisë së shtetit e mbi 720 efektiv të zjarfikses. Edhe ministrat e tjerë të kabinetit qeveritar bën një bilans të situatës dhe ndërhyrjet e kryera në gjithë vendin.